Unë e kam thënë dhe them, do t'jetë fitore madhe të gjejmë një tender që nuk është manipuluar dhe nuk është vjedhur. Si mendoni çfarë do të ndodh Po të isha në krye të drejtësisë, do kisha vepruar ndryshe, po kemi këto që kemi. Po. Unë edhe organizimet politike edhe qeveri do t'i fusja të kemi organizuar. Mënyrën se si janë organizuar dhe po veprojnë. Po të shohësh produktin, po të shohësh pjesëmarrjen, natyrën se kush si organizohen. Tani për mua është krim për te asaj që i organizuar, i super organizuar bile. Do të hapim tani një sektor tjetër drejtësisë për krimin e super organizuar. Si mendoni çfarë do ndodh më 28 janar teksa do të mblidhet Këshilli i Mandateve për të shqyrtuar kërkesën e SPAK-ut për të hequr imunitetin Belinda Ballukut? A mendoni se Kuvendi do ta aprovojë kërkesën e SPAK-ut apo do ta zgjas apo do ta bllokojë menjëherë? Tani do shohim pas takimeve që kam bërë me zonjën fjalë. Rezistojnë deri aty ku kanë atë, ku i tregojnë kufirin. Nëse ajo ka folur me atë gjuhë që mendoj unë, s'është çudi ta dorëzojmë imunitetin. Jo mandatin, imunitetin. A mendoni se mund të ketë një ultimatum që vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të kenë dhënë në këtë rast qoftë PD-s, qoftë PS-s në rastin e takimit të Ballës dhe Gazmendbardhit? Po dhe mund të ketë. Edhe mund të ketë. Se kam turpë ata të bëjnë ultimatum. Ose do janë skuqur shumë nga dy në pandit që kanë qenë pranishëm takim. Qofse e shohin të arsyeshme ata, ta bëjnë atë që është arsyeshme. Shohim. Avokat Cikini, unë mendoj që ata nuk gabimi i Ramës është që po ja them dhe publikisht, po shëra dytë që them sot. S'mund të ai është kuazi gjykat, Këshilli i Mandateve. Është pikërisht e kundërt. Nuk është gjykim fakti. Aty shihet vetëm ana formale e çështjes. Jepet drejt Pandeos të mbrohet atje, edhe në seancë plenare, shkohet seancë plenare. Pastaj aty tregon me vota do mbash këtë qendrim apo atë qendrim. Edhe do marrësh dhe shkel një standard që ka vendosur Europa para nesh. Atëherë do shkosh disa kapituj mbrapa, disa vite mbrapa, edhe pranimin drejt Europës. Se të kanë thënë që ke pranuar, ke kapitut 23-24, do kthehesh disa kapituj mbrapa, po dhe kapitut për tregun e lirë e tjerë që ke shkelur, për konfliktin interesit, gjitha ato që dalin, na çojnë disa hapa mbrapa. Se nuk është për kthesh ligjet ti dhe i thua, është zbatimi i tyre. Kështu që kanë kosto tjera, kosto politike shumë të rënda që të vënë gardhin ata miq të jashtë edhe. Kështu që unë mendoj që janë të dyja mundësitë. Edhe ta miratojnë heqjen e mandatit dhe jo. Janë 50-50 tani, unë kështu e shoh. Nuk paragjykoj që nuk duhet të dorëzoj mandatin, pra mund të jemi drejt. Gjitha palët e kuptojnë që deri këtu shkojë dhe nuk shkojnë të tepër. Si mendoni, çfarë do të prodhojnë denoncimet që ka bërë ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj së fundmi dhe ju si keni lexuar këto denoncime? A do duhet që vetë Edi Rama të reagonte në këtë rast për të sqaruar opinionin publik sa i përket këtyre denoncimeve? Ato denoncime besoj janë SPAK para se t'i thot Ben Ahmetaj, kështu që se i kam unë i pjesë, në anglisht e kam thonë dhe tjetër. Ato ishin për publikun, SPAK-u i dive se. Pa tjetër do reagohet, sidomos për portin 1 e kurullën 2 e tjerë. Ka interesa për te agallarëve të zonës tu. Po, dhe një nga shqetësimet që ngriti ishte edhe ajo sa i përket tenderit të kamrave, ku vetëm një kamera kushtonte 15.000 euro dhe që do të realizoj nga një vend që ishte jashtë NATO-s.
Më përtesa është puna e Port Durrës. Që është më problematike. Po, në krahun, është sport i cili ndihmon në çuarjen e trupave nga perëndimi i lindje. Po. Kështu që ka disa problematika, përveç rrezikohemi të ngeli pa port, edhe të favorizohet ai port që ka kastrate aty në një cep. Po kalata do të jetë shumë e shkurtër, pra i bie të përpunohet vetëm një anije e madhe e tjerë. Ndërtohet në një vend që është shumë sismik, pra ka kosto atje. Po ky është që në 1300 në eksplorimet që ka bërë vetë Republika e Venedikut, i vetmi port i thellë që kemi ne, vija jonë mbretërore është ai Durrës. Pra ju thoni se ne nuk kemi luksin ngelemi pa port. Pastaj hym dhe gjërave tjera. Ai port dhe Korulla ka një rëndësi strategjike. Kështu që miqtë tanë janë interesuar realisht, për të them me bindje të plot, që për të mirën e Shqipërisë, po dhe të atyre, t'i vihet gishti tamam atje ku duhet tyre punëve dhe të reflektohet. Pra ju thoni se porti i Durrësit mund të jetë një nga pikat nevralgjike që mund të godasë gjithë korrupsionin e viteve të fundit. Po jo, gjithë korrupsionin, po themi për atë, ai është një korrupsion. Pastaj po ti shohësh siç i ke tek Akshi, kështu dalin në të gjitha vendet e tjera, dihet se kush. Tu njerëzit janë pasuruar duke qenë pas politikës, që bëjnë fuqishëm edhe emrojnë dhe deputete, ministra, drejtorë, administratorë, ku ta diun, s'ka ngrirur gjë këtu. Ne njohim tani kush janë dhe u vërtetuan. Se e mohuan që kanë janë oligarkët e tyre, janë kasafortat e tyre. Tani Beno Meta ato e ka thonë të vërteta, thoshte edhe që i kanë bllokuar parat e tij, se ka disa inate, s'ka një. Ja kanë bllokuar parat atyre tregtarëve që ishin afër me të. Ju ka ardhur këshilla, mos e furnizoni më. A do duhet që Arben Ahmetaj të vinë në SPAK dhe të dëshmojë gjithçka që di, apo siç ta diu SPAK-u tashmë ka të kopsitur gjithë dosjen, çfarë mund të di Arben Ahmetaj apo çfarë mund të ketë në dorë? Në kushte të tjera politike, kjo është pyetje shumë e zgjuar, por në kushte të tjera politike edhe mund të vinë. Edhe mund mos dënohet fare, ose dënohet shumë pak. Po këto kushte jo, nuk vjen. Në kushte të tjera edhe mund të vinë. Çfarë është duke pritur? Rrëzimin e Ramës? Pas mund të vinë këto shtete, nuk ka logjik tani, çat presi. Tu avullon me gjithë pucaj, po të vi këtu. Keni një standard sigurie këtu këtë vend që thuash po respektojmë këtu në zdim kush policë është i ndershëm e kush jo. Ku ta çojmë Ben Ahmetaj? Ta çojmë në kull për xhami pastaj. Ta ruaj publiku, se kush do ruaj tjetër. Po, siç tha edhe Max Haxhia për Ergyes Agasin, që nëse vjen në Shqipëri do të hidhen çelësat në det. Se vetëm më po kur vjen këtu e peng. Ai është treguar më firaun se tjerët, iku vetë, nxori dhe familjen, dhe shumë ato që thotë i ka të vërtetë. Pavarësisht se çka ka bërë vetë, nuk po e mbroj ato çfarë ka bërë ai, ato e kam thënë. Po, patjetër. Po vlerësoj çfarë thotë ai. Edhe ka një standard ku ja thua atyre miqve. Do thuash vërtetën. Se humb statusin pasaj, edhe tek ata. Ato dosje nuk ishin dosje të bëra për një stacion televiziv. T'jeni të bindë për të. Ai e një mirë mekanizmi, një dhe terreni, ka informacioni vjen, është pa diskutueshme në Shqipëri vjen, kudo që ti vjen informacioni. Logjikën e punëve e di, ka folur me faktet mjaftueshme për treguar ku nuk shkon diçka. Po njeh ka qenë deri dje në atë tavë ka qenë, kështu që i njeh.
Dhe përndaj ka thonë, fjala e unë shqiptare çfarë ta bëni joti, thot, s'ta bën kur asnjëri huaj. Kështu që Në këtë rast, a mund të themi se i dolën ato të parët, edhe deri tani çfarë ka thonë ka dalë, edhe çmimi i verës i doli. po, edhe rasti i Ergysa Gasit po ashtu. Po, jo rastisht të thajë në parë. Po, dhe më pas SPAK veproi, po. Po jo, SPAK s'ka vepruar më pas, por ka qenë veprim e sipër. Ose më saktë që u bë publik, po, e vërtet. Po. Në këtë rast, a mendoni se Arben Ahmetaj e ka shitur Edi Ramën, po themi të amerikanët, dhe e ka denoncuar tek autoritetet amerikane që mund të bashkëveprojnë në Zvicër, por edhe në SPAK, sa i përket aferave të kryeministit Edi Rama, nisur edhe nga ato që ka denoncuar më parë, por edhe këto të fundit? Padyshim. Atë ka bërë gjithkohën për gjatë intervistës 4. Akuzonte krejën e organizatës, aty u përqendrua. Ajo ka qenë kryefjale e gjithë intervistës. Në këtë rast, nisur nga optika juaj dhe duke bërë një projekcion, a mendoni se SPAK nisur nga këto dosje do të veproj ashtu siç veproi radhën e kaluar pas denoncimit të Arben Ahmetaj? Patjetër. Se ka në emocion SPAK-u. SPAK-u tani mu mendoj që është një hap para politikës korruptore. Të tregon gjithë për ballja e fundit. Mund shkoj kudo, ku që tjetë. Nuk kam atu. Në qoftë se gjitha rrugët çojnë Rom, edhe gjitha rrugët sipas Ben Ahmetajt çojnë ke Rama, e do shkojnë edhe ke Rama. Pse mos shkojnë? Çka ka? Ne kemi zgjedhur me vota i sundimtar apo një njeri që përgjigjet për ligjit? Të shkojnë edhe ta humanizojnë edhe postën e kryeministit shqiptar, që kemi parë si paprekshëm nga drejtësia. Një njeri që nuk jep llogari, kështu është imagjinuar kryeministi shqiptar. Që edhe kur flet broshkulla e dokra, duken si fjalë të mëdha hynore. Jo, më ja, e kemi hynizuar, duhet ta humanizojmë. Ta zbazim me këmbë tokë. Edhe sikur mos ketë gjë, le të shkojnë një herë. Jo, kishin shkuar për rastin e Belinda Ballugut dhe duket se ishte trembur. Ja mos besoj, e shtrima shumë, po ti shkoj një herë. E shtrimi trima, thot. Ti shkoj. E mban. Pa tani. U lodhëm duke mbajt të dhe njerëzish në kuris tani, me 10 vite. Ti shkojnë atje edhe, sa më shpejt ai më mirë. Nëse kanë gjët. Nëse s'kanë gjët, mos merren me të po. Nëse kanë dhe nuk i shkojnë, harami qoftë atyre vetë. Pikërisht për këtë po flasim edhe ne. Pra, pa mirë, pra. Çfarë problemi ka? Po të kisha qenë në sektor direkt. Nuk reagon ti politikisht, po ja kisha mbaruar ushtarët deri tani.